Parashikimi i motit, kthjellime dhe vranësira të pakta në vend. Ditën e diel vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët e vranësira të pakta kalimtare përgjatë ulësirës perëndimore, ndërsa në relievet malore në lindje, mot me kthjellime e alternime vranësirash mesatare dhe raherës deri të dendura. Në relievet malore në lindje në orët e mesditës deri ato të pasdites reshje shiu të herpashershme, afat shkurtra dhe intensitet të ulët. Mjegull e dendur, mjegullin në shikimi reduktuar përgjatë zonave luginore në orët e mëngjesit, si dhe në momentin e reshjeve të shiut. Era pritet të fryjë me drejtim veri-lindje, veri-perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond, ndërsa në zonat luginore dhe përgjatë vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metër në sekond. Dallgëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri në 3 ball.